lobim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar që e ka konsideruar si mjeshtrinë e vet më të madhe. A është ky mallkimi më i madh? Po, kjo është mallkimi, kjo është bumerangu, kjo është karma. Po, që si duash. Ti mund ta quash në të gjitha format, por mendoj që Edi Rama është kryeministër i Shqipërisë. Dhe në fund të ditës përfaqëson atë çfarë është shteti shqiptar sot. Shteti shqiptar sot, përveç se është një bazë operacionale krimit organizuar dhe një narkoshtet, është një vend që është në kalbje. Dhe kjo është gjëja më e tmerrshme dhe kjo thash është gjëja që sigurisht që ka vënë përfund Edi Ramën dhe çfarë do lloj batute të përdori ai në fund të ditës, ata njerëzit që takon nuk shohin thjesht Edi Ramën, po çfarë shteti ka nga pas. Dhe sot shteti shqiptar është i kalbur. Do të flasësh për bujqësinë, që është në rënje për 500 vit radhazi, për industrinë, po ashtu, për sistemin arsimor, për sistemin shëndetësor, për cilin aspekt do të flasësh, për rrugët që po shemben, për tunelet që mund ta zënvet Edi Ramën brenda nëse i bie nga tuneli Llogaras. Nuk ka për portet dhe aeroportet që nuk di se ndorën e kujt i ka... Për fondet e bllokuara nga Europa, për hetime tjera të atij niveli për te Shqipërisë. Në çdo aspekt, shteti shqiptar i Edi Ramës është i kalbur dhe ka bërë një dëm kaq të madh dhe si të heqim edhe një tjetër paralele me Venezuelën. Venezuelës në këto 12 vite i kanë ikur 8 milion banor. Janë larguar për shkak të varfërisë, skamjes, pasigurisë së jetës e tjerë. Shqipërisë po ashtu i kanë ikur 1 milion banor. Në Venezuela ka 30 milion banor sot. Në raport ne madje mund t'ja kalojmë. Kështu që Edi Rama ka peshën e kësaj që thash mbi supe rreth parë dhe do ta zë kjo peshë dhe mallkimet e gjithë njerëzve që ka bërë të vuajnë të kësaj Shqipërie që kalbi, që kishte një perspektivë të jashtëzakonshme përpara dhe kaq shpresë dhe kaq mundësi të jashtëzakonshme që sot ishte ndoshta gati vend antar i Bashkimit Evropian, një mundësi historike e djegur, por në fund të ditës do duhet të përballet me të gjithë pasojën e kësaj që ka shkaktuar edhe në raportet ndërkombëtare, me arrogancën e sjelljes tij, duke u ndier realisht si ky lideri globalist, a thua se përfaqëson Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se sot nuk ka qenë kur. Sot ai është tërësisht izoluar, le ta kujtojmë që nuk arriti dot as shkonte në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara për shkak se mungonte një agent takimesh të rëndësishme që do t'i zbardhin atij fytyrën, i mungojnë kontaktet e drejt për drejta me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mendoj që me ata ai është në pikën më të ulët të marrëdhënieve ndonjëherë dhe duket që ai izolimi po i afrohet gjithmonë më shumë se po e braktisin dhe miqtë e tij europian, gradualisht do ta shikojmë se si do të braktiset nga gjithë përfundimisht. Sepse fjalia, unë do ta lexoj edhe një herë se më bëri përshtypje kjo fjali, por do të marrish i mungonte Maduros legitimitetin i udhëheqësit zgjedhur në mënyrë demokratike. Ti po të marrësh vetëm raportin ose po e diri ta marrë kjo zëdhënëse Komisionit Evropian. Merë faktin që qeveria amerikane nuk ka uru qeverinë shqiptare. Ose, mjafton dhe kjo. Mjafton, merri ke përpara dhe ai paralajmërimet i ka marrë. Po. Jam e bindur për këtë që i ka marrë. Për kë bien këto këmbana. Vetëm koha që ai të